أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Falënderimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur. Na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar. Na e shpalli Kur'anin udhërofyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona qofshin mbi vullën e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi shokët e tij të sinqert. Dëgjues të nderuar, mirësitë e Zotit nuk mund të numërohen edhe nëse do të kishim përdorur teknologjinë më të avancuar për numërim, nga shkaku se çdo gjë që na rrethon dhe e posedojmë është me mirësinë e Zotit. Si të mos jetë kështu, kur të mirët e tij na rrethojnë në çdo anë. Vetëm brenda trupit ton kemi mrekulli të shumta, që nuk do të mundemi asnjëherë t'i numërojmë. Nuk tha rastësisht Zoti në Kur'an në ajetin 34 të surës Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kafar. Nëse do të përpiqeni t'i numëroni të mirat e Zotit, nuk do të arrini ta bëni këtë, por njeriu me të vërtet është I padrejtë dhe mohues. Prej mirësive të shumta me çka na begatoi Zoti I gjithësisë është edhe furnizimi jon, I cili na është I garantuar nga ana e Zotit, por se shumë njerëz harxojnë jetën e tyre duke kërkuar atë vend e pa vend. Njeriu nuk ka nevojë të friksohet se po ngel pa furnizim, sepse Zoti I Madh e ka parasysh çdo rob të tij, andaj nuk I lë në hares. Besimtari bëhet I matur në kërkim të furnizimit, për shkak se ai e di që përpjekja për t'i kërkuar të mirët e dynjas nuk ja shton atij riskun më tepër se sa ai ka të shkruar dhe të caktuar nga ana e Allahu xhaleshanuhu. Zoti thot në Kur'an në ajetin e 6 të surës Hud, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Nuk ka asnjë gjallësë në tokë që Allahu të mos ja ketë garantuar furnizimin e saj. Allahu xhaleshanuhu na bën me dije se ai është përgjegjës për riskun e të gjitha qenjeve të gjalla në tokë dhe në ujë, qofshin të mëdha apo të vogla, dhe se ai e di vendqëndrimin dhe vendstrehimin e tyre, gjithsesi se ku do të vdesin ato. Por Zoti ka dalluar disa krijesa mbi disa të tjerë. Por përsëri, Zoti nuk I ka bërë padrejtësi asnjërs pal, sepse tek ai është urësia e pakufishme që e din atë që ne nuk e dim. Kështu na thot Zoti në ajetin 71 të surës Nahl, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Allahu favorizoi disa prej jush mbi disa të tjerë në furnizim. Atyre që u është dhënë përparësia nuk janë furnizues të atyre që posedojnë. Ata në të janë të barabartë, a mos duan të mohojnë dhuntit e Allahut? Pra, Zoti dalloi robërit e vet, ndërsa neve na ngelet vetëm të jemi të kënaqur me caktimin e Zotit. Umar bin Khattabi radiallahu anhu I shkroi Ebu Musa el-Ash'ariut radiallahu anhu një letër në të cilën kishte shkruar: "Je I kënaqur me riskun në këtë botë, sepse bë mirësi përgjithshëm. Allahu I ka dalluar disa robër të tij nga disa të tjerë në furnizim, që është një sprov me të cilën Allahu I sprovon të gjithë. Atë të cilit I ka dhënë bollok, e sprovon se si do ta falënderoj Allahun dhe si do t'i kryej obligimet, të cilat ja ka detyruar karshi begative me të cilat e ka furnizuar dhe ja ka dhënë në pronësi. Nuk I takon njeriu të ankohet ndaj vendimit të Zotit, sepse ndonjëherë ne gjykojmë se dikujt I është bërë padrejtësi, por se realiteti është se gjykimi jon është I bazuar në tekat tona, kurse gjykimi I Zotit është I bazuar në drejtësi dhe urtësi, andaj nuk mund të krahasohet në mes këtyre dy gjykimeve. Asnjëherë nuk është e mundshme të përputhen dëshirat e të gjithëve. Pra, Zoti kë dëshiron e favorizon në pasuri, por kjo nuk do të thotë se e don më tepër, nga shkaku se mund që t'i jep për ta sprovuar me të. Prandaj, jo çdo herë do të thotë se të kesh pasuritë shumë se Zoti është I kënaqur me ty. Zoti vendos kujt I jep më shumë e kujt më pak. Thot në ajetin e 12 të surës Shura, Bismillahirrahmanirrahim, Lahu maqalidus samawati wal ard, yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu bikulli shay'in alim.
Të ti janë qelsat e qejve të tokës. Ai begaton shumë atë që do dhe nuk e begaton atë që nuk do. Ai është i gjithdijshëm për çdo send. Një besimtar i cili ka besuar në Allahun, me gjitha cilësitë e tij të përsosura dhe emrat e tij të bukur, duhet të jetë i bindur se një prej emrave të Zotit është Ar-Razzaq, ai i cili furnizon. Pra të jeti bindur se Zoti është i vetmi i cili furnizon, e derisa besimtari të jeti bindur në këtë, nuk do ta lodh veten duke u brengosur për furnizimin. Por kjo nuk do të thotë të mos punohet, sepse Zoti garanton furnizimin, por se edhe kërkon të merren shkaqet. E kur të punojnë duart, atëherë zemra le të jetë e mbështetur në Zot. Zoti ka qenë furnizues edhe para se të ekzistojnë krijesat. Kjo është cilësia e tij e përhershme, andaj tek ai nuk harxhohet asnjëherë pasuria. Imam Ebu Hanife ka thënë: Allahu ka qenë krijues edhe para se të krijojë dhe ka qenë furnizues para se të furnizojë. Se vetëm Zoti është i vetmi që furnizon krijesat e tij me risk, është edhe ajeti i cili u parashtron pyetje pabesimtarëve, të cilët han furnizimin prej Zotit ndërsa adhurojnë tjetër kë. Thot Zoti në Kur'an në ajetin 31 të surës Yunus, Bismillahirrahmanirrahim, Kul men yarzuqukum minas samai wal ard. Thuaj, kush ju furnizon me ushqim nga qielli e toka? Kush e ka në dorë të dëgjuarit e të shikuarit tuaj? Kush nxjerr të gjallin nga i vdekuri, e kush nxjerr të vdekurin nga i gjalli? Kush rregullon çdo çështje? Ata do të thonë, Allahu. Ti thuaj, pa nuk friksoheni? Po ashtu, o bën me dije të gjithë idhujtarve dhe atyre të cilët shkojnë në gjurmët e tyre, se nuk mund të ndihmoj asgjë idhulli, nga që është vet objekt i vdekur dhe i krijuar. Ai nuk ka kapacitetin dhe mundësinë që të furnizojë dikë, kurse Zoti furnizon të gjithë me furnizim. Thot Zoti në Kur'an në ajetin 17 të surës Ankebut, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu inda Allahi rizqa. S'ka dyshim se ata që i adhuroni në vend të Allahut nuk posedojnë furnizimin tuaj. Pra kërkoni furnizim te Allahu, adhuroni atë dhe shprehni falëndrim ndaj tij. Pse te ai do të ktheheni? E nëse Zoti do të na ndërpriste furnizimin, kush do të ishte ai që do të na kthente përsëri? Këtë pyetje na e bën Zoti në surën Mulk, në ajetin 21, ku thot Bismillahirrahmanirrahim: Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Kush është ai që ju ushqen, po që se ai u ndërpret furnizimin e vet? Jo, askush, por ata vazhdojnë me arrogancë e kundërthënie. Zoti na bën me dije se shumë krijesa nuk kanë mundësi të sigurojnë furnizimin e tyre, ndërsa Zoti ju amundson atë. Vallë, a nuk shohim se si fëmia është i lidhur për prindin, që nëse ai nuk ja siguron furnizimin, ai ngelet i pamundshëm, apo nëse njeriu plaket dhe bëhet i palëvizshëm, nuk mundet të sigurojë diç përpos nëse dikush i ndihmon. Thot Zoti në ajetin e 60 të surës Ankebut, Bismillahirrahmanirrahim: Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-samiul alim. Sa gjallësa janë që nuk kanë mundësi për furnizimin e vet. Allahu i furnizon ato dhe juve. Ai është dëgjuesi i dijshmi. Paganët arab kishin frikë të lindin fëmijë, sidomos vajza, nga shkaku se brengoseshin se si do të ushqejnë dhe si do t'i mirëmbajnë ata. Por se Zoti u amohoi këtë veprim dhe luftoi ashpër në librin e tij, duke i bindur njerëzit se ju nuk jeni ata që kujdeseni për furnizimin e tyre, por se Zoti u dërgon furnizim të gjithëve. E pasi kujdeset edhe për shtazët dhe insektet më të imta, atëherë është e logjikshme se njeriu ka më shumë përparësi. Na tregon Zoti në Kur'an në ajetin 31 të surës Isra, ku thot Bismillahirrahmanirrahim: La taqtulu auladakum khashyata imlak, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Ju mos i mbytni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë, se ne u asigurojmë furnizimin atyre dhe juve. E mbytja e tyre është mëkat i madh. Po ashtu, thot në ajetin 132 të surës Taha, Bismillahirrahmanirrahim: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wa aqibatu lit-taqwa. Urdhro familjen tënde të falë namaz, edhe ti vetë zbatoj atë.
nga se ne nuk kërkojmë prej teje ndonjë furnizim. Ne të furnizojmë ty dhe ata, e ardhmëria e mirë është e atij që ruhet. Njeriu, kur të jeti mbështetur plotësisht tek Allahu xhaleshanuhu, ai do ta furnizojë prej nga nuk e pret dhe nuk e kujton, sepse besimi në Zot bën edhe vepra të pamundshme. Këtë e kemi dëshminë në vetë librin e Zotit, i cili në ajetin e 3 të surës Talak thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Dhe furnizon atë prej nga nuk e kujton fare. E kush i mbështetet Allahut, ai mjafton atij. Allahu realizon dëshirën e vet dhe Allahu çdo gjëje ja ka caktuar kohën. Në koment të këtij ajeti kanë ardhur shumë transmetime nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ku njërin prej tyre transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush e shton istigfarin, Allahu do t'i jap gjithmonë rrugdaljen nga çdo vështirësi, do t'i jap rrugdaljen nga çdo breng dhe do ta furnizoj atë prej nga nuk e pret. Pra, mbështetja në Zotin tërheq me vete dhe furnizimin, siç e përmendi këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: sikur ju të mbështeteshit në Zotin ashtu siç meriton në të vërtetë, Allahu do t'u furnizonte edhe juve si zogun, i cili del i uritur, por kthehet i ngopur. Nëpërmjet kësaj thënie, nënkuptohet se edhe zogu fluturon vazhdimisht për të gjetur riskun, e nuk rin në vend që t'i vijë te goja. Prandaj, të gjithë pejgamberët dhe sahabët e të dërguarit të Allahut kanë punuar dhe janë ushqyer me punën e duarve të veta. Një ditë, një njeri e pyeti Imam Ahmed ibn Hanbalin: çka mendon për një njeri që qëndron në shtëpi apo në xhami, pret që furnizimi të vijë e ta gjej aty ku është? Imam Ahmedi tha: ky është një ignorant. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: furnizimi im është vendosur në hijen e heshtës time. Po ashtu tregohet se një person kishte qenë duke shikuar dy zogj, njëri i plagosur dhe i palëvizshëm, kurse tjetri fluturonte që t'i siguroj ushqim edhe këtij të palëvizshmit. Njeriu në fjalë duke shikuar këtë tha me vete: Zoti ja ka garantuar edhe këtij zogu të palëvizshëm riskun. Andaj, kur një zogu të parëndësishëm i ka bërë ndihmës, atëherë edhe mua do të më ndihmoj, kështu që nuk kam nevojë për punë. Por kur u konsultua me një të mençur rreth kësaj që kishte parë, ai tha: po përse ti nuk e more shembull zogun punëtor, i cili punonte dy fish, por e more shembull zogun e paralizuar? Vallë, ti i paralizuar je që nuk don të punosh? Ngjajshëm tregohet se Umer radiallahu anhu, kur pa disa të rinj të shtrirë në xhami, duke pritur që dikush t'u çojë ndonjë sadaka, i pyeti se çka është puna e tyre. Ata thanë se janë mbështetur Zotit dhe nuk punojnë asgjë. Umer radiallahu anhu tha: jo, ju nuk jeni mbështetur Zotit, por se jeni që pritni të ushqej dikush tjetër. Prandaj mori një shkop dhe i nxori prej xhamie, duke i urdhëruar që të punojnë. Një burr tjetër rrinte vazhdimisht në xhami dhe nuk punonte asgjë, kurse vllai i tij punonte edhe për të edhe për veten. Kur e pyetën një të mençur rreth kësaj pune, ai tha: ky i cili punon për të mirëmbajtur veten dhe vllan është më i mirë se ai që është mbyllur në xhami dhe nuk punon asgjë. Pra, edhe furnizimi fitohet me lëvizje, e jo duke pritur prej qiellit, sepse prej qiellit nuk është parë të bie pasuri të holla apo ari. Në bazë të haditheve, kuptojmë se risku mund të pasojë ndryshime, si shtim apo paksim, në bazë të veprave të njeriut. Mëkatet mund të jenë faktor që të paksohet risku, kurse veprat e mira mund të jenë shkak që të shtohet risku. Për këtë, do të sjellim disa transmetime. Transmeton Thaubani radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: njeriu do t'i shkurtohet risku shkaku i mëkateve që kryen. Caktimin e Zotit nuk e kthen prap asgjë përpose duaja, dhe jetën nuk e shton asgjë përpose bamirësia. Këtë hadith është në Ibn Majah në Sunan. Pra, pam se shkaku i mëkateve mund të paksohet risku, kurse me vepra të mira, Zoti e shton riskun e besimtarit. Transmeton Enesi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush dëshiron që t'i shtohet risku dhe t'i zgjatet jeta, le t'i mbaj lidhjet farefisnore. Këtë hadith është në Imam Buhariu dhe Muslimi. Risku e shoqëron njeriu gjatë tërë jetës së njeriut. Ashtu siç e kërkon vdekja, ashtu e kërkon edhe risku.
Nuk duhet njeriu të trishtohet për riskun e vet, sepse ka të shkruar që në momentin e parë të formimit në barkun e nënës, po ashtu nuk vdes derisa t'i harxhohet edhe risku i fundit. Në vim do të sjellim hadithin i cili dëshmon se që kur embrioni i plotson 4 muaj, i shkruhet risku dhe disa elemente tjera. Transmeton Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vërtet, çdo njeri prej jush formohet në barkun e nënës 40 ditë si pikë ujë. Pastaj është ngjizje për një periudhë të njëjtë. Pastaj bëhet copë mishi në periudhë të njëjtë. E pas kësaj, pra pas i kalojnë 120 ditë, më pas dërgohet meleku i cili e frymëzon atë me shpirt dhe i përcaktohen 4 gjëra: risku, exheli, punët e tija dhe a do t'jetë i lumtur apo fatkeq. Në disa transmetime në vend të fjalës punët e tija gjendet fjala gjinia, mashkull ose fem. Pra, që në barkun e nënës është e regjistruar risku i njeriut dhe nuk do të përfundoj jeta e tij pa u harxhuar kjo sasi. Edhe kjo vërtetohet me hadithin që e transmeton Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: me të vërtet, shpirti i shenjtë Xhibrili alayhis salam frymëzoi në zemrën time se asnjë njeri nuk do të ndrojë jetë derisa t'i plotësohet risku atij. Andaj, keni frikë Allahun dhe kur të kërkoni diçka, kërkojeni atë në formën më të butë. Le të mos ju shtyjë nga dalësimi i riskut që atë ta kërkoni duke i bërë mëkat Allahut. Sepse gjëra që janë tek Allahu nuk arrihen ndryshe vetëm se me respekt ndaj tij. Nga kjo nënkuptojmë se nuk kërkohet risku me gjëra të ndaluara dhe harame, sepse dikujt i vjen risku në sasi më të madhe. E të tjerët, duke u munduar të pasurohen më shpejt, fillojnë të kërkojnë atë përmes rrugëve të haramit, si puna me drogë, me vjedhje, kamat, korrupsion e forma tjera. Mu'tazilët, disa harame si vjedhja, mashtrimi, plaçkitja, kamata e tjerë nuk i konsiderojnë risk, sepse mendojnë se vetëm ushqimet halal janë risk. Mirë po, Imam Maturidiu, përkundër Mu'tazilëve, mendon se pronësia nuk mund ta bëj ushqimin furnizim apo jo, sepse do të ishte mohim i kuptimit të ajetit të sipër. Për këtë, Imam Nesefiu thot: harami të cilin e ha njeriu është furnizim, pra çdo gjë që ai konsumon, qoftë ajo nga kategoria halalit ose haramit. Nuk mund të paramendohet që njeriu të mos e haj furnizimin e vet, ose që ndonjë tjetër të haj atë që i është caktuar vetëm atij. Në bazë të kësaj, kuptojmë që njeriu çdo gjë që konsumon është furnizim dhe nuk mundet njeriu të hajë riskun e tjetrit. E në bazë të këtij përfundimi, ndalohet që të ketë zili në pasurinë e tjetrit. Për fund, ju ngelni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.